protesta pati një rishësi jashtëzakonisht të rëndësishme dhe themelore. Ajo u dominue nga rinia, nga të rit, adoleshentët, u dominue pra nga guximi, energjia dhe vendosmëria e trive. Një augur i bardhë shumë ky për shqiptarët. Një shpresë e vërtet se do jenë të rritë dhe gjenerata e tyre ata të cilët do të përmbyshin, do të largojnë nga pushteti këte organizatë kriminale. Dje, narkopolicia me urdhër të Edi Rams e komanduar nga proda i krimit, proda i Gysagasit edhe Suel Çels, përdori dhunë të egër ndaj protestuesve. Goditi me gjitha mjetet, përdori gaz lotësjelës të skaduar i cilin konventa ndërkombëtare përbën helm luftarak dhe s'mund përdoret kur ndaj protestave. Gazi lotësjelës ishte i skaduar prej 3 vitesh. Dhe ai, pas skadimit është e njohur se transformohet në helme tjera të cilat japin dëmtime të rënda sistemeve. Por mund të shkaktojnë dhe humbjen e pamjeve. U përdorën topa të ujit dhe mjetet tjera. U goditën me shkopi protestues paqësor. Dhe u arrestuan, u ndaluan brutalisht në akte që lartësohen në krime kundër njerëzimit. Fëmijë, 10 vjeç, tek dilte nga xhamia, vjeçar, Romeo, dhe s'kishte asnjë lidhje me protestën. Ai kishte ardhur me detyra të ngarkuara nga familjarët e tij. E morën në mënyrën më të turpshme, më kriminale. Do të ushtojnë kohë të gjatë lutit e tij ndaj atyre banditëve, 5 burra që tërhiq zvarr, një fëmijë 10 vjeçar. E çuan në komisariat. Shkelen konventat ndërkombëtare. Ftyra e vërtetë e Edi Rams, i cili edhe kur tjetë puna për karrigën e tij nuk ndalet as për krime para fëmijëve. Akte kriminale ndaj fëmijëve. Po kështu, agresuar. Qytetarë që s'kishin lidhje me protestën, agresuar, arrestuar, qytetarë që nuk ishin fare në protestë, u sollën egërsisht dhe në mënyrë të padej ndaj deputetëve. Agresuan disa deputet, Luciano Boçi në kryetarin e partisë, Zia Ismailin, deputetin e Beratit, Besar Xhaferin,
agresuar si të droguar, akte këto vetëm të njerëzve në panik të tmerrshëm. Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi sërish.